PDK në shumë etapa, për shkak se PDK-ja nuk e ka marrë nisme në koalicion, nuk e ka shtifat me në listë, plot njerëz e deklaruar që ka me votu AK-n, pikërisht për shkak kësaj. Por PDK-ja ka mujt mu dëntu mas shumë ti prej AK-s. Shumë votues kanë mujt janë shku ka AK pikërisht për shkak. Nuk është të aspektin sentimental në brek shumë elektorat. Edhe Ardoq nuk është rritja e AK-s për 20 ose 30.000 vota ose 10.000 vota që me reflektu. O jo, menoj që jo lexim e gabim, sepse në këtë dalje, në këtë bojkotin e madh, pajtohem që i madhe humbë më së shumti. Edhe është atakuar më së shumti nga bojkoti lëvizjave të vendosjes, edhe ashtu në përqindje është më e madhe. Nëse proporcionalisht e ndan, herën e kalume. Se nëse do të humbte PDK-ja 100.000 votues barabartë me vendosjen, do i bjerës me qenë aktiviste herën e kalume në 10 orë. 5% e kanë bojkotuar LDK-n. LDK-n e kanë bojkotuar. Jo automatikisht e bojkotojnë vetë vendosjen çdo gjë. Votuesi LDK-s nuk e ka bojkotuar LDK-n. Ka shku te VV-ja, po s'pe kupton te çka ka ndodhur. E kanë bojkotuar. Është rrish vendosje në votën e LDK-s. Kësaj radhe nuk u rrit as LDK-ja, nuk është rrit as vendosje. Që shto lexohet. Një minutë Fatime. Nëse PDK-ja ka bëm, gjej votat. Nëse nuk është numri, Fatime, bëni minutë. Ja ka nisur votën e VV-s. Po e diskutojmë rezultatin edhe formën që shtohet. Ju filloni sa të fillojnë negociatat për qeveri ju ka zë. Veç do të me kuptu drejt. Proporcionalisht, bojkoti ka afektuar gjitha përjashtu Regjia mund me na bëjë kalkulim. Nëse në fund, po supozojmë që vetëvendosja, që lutem vetëm një sekondë. Me regjin po komunikoj. Nëse në fund po vim konstatim që vetëvendosja mundet me humb 130.000 vota. 130.000 ishi pjesohet me 437.000 që ka pas, edhe del sa përqind i ka humb. Nëse PDK-n shkojmë, që e bëjmë në live, e bëjmë drejt për drejt. 130.000 vota, po llogaritim që i ka humb vetëvendosja.